Të dashur delegat të aktivist, edhe njëherë Albulena Haxhiu është propozimi ynë për kryetare kuvendi. Të tjerët nuk mund të mohojnë, ne s'mund të mos e pohojmë. Për Albulenën ka unitet të plot në lëvizjen vetëvendosje dhe unitet të plot në koalicionin ton me Guxo dhe Alternativën. Partit nuk duhet ta zgjedhin njëri tjetrit propozimet e kandidatët, andaj Albulena Haxhiu është emri i vetëvendosjes për kryetaren e Kuvendit të Republikës. Por fare shkurtimisht kisha dashur të tregoj se prej nga vjen njohja ime me Albulenën. Gjyshi i Albulenës, Ahmet Haxhiu, ishte një nga veprimtarët e lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, LRBSH, dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Adem Demaçit, Batsadem. Në vitin 1991, ai dërgonte armë në Drenicë, duke mbështetur kështu Shtrinë Shqiptare të Kosovës. Në vitin 1993, ai u arrestua nga Serbia dhe pas torturave të rënda vdeq me 6 korrik të vitit 1994. Mbesa e tij Albulena është tash deputetja më e votuar e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2021 e tash në 2025 është deputetja më e votuar e legjislaturës 9 me mbi 125.000 vota. Në seancën konstituive, Albulena tash për tash i ka 57 vota, 48 të vetëvendosjes dhe 9 të pakicave, e ku bëjnë pjesë 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, 1 serb, 1 rom dhe 1 ashkali. Pra Albulena e ka mbështetjen edhe të komuniteteve tjera. Të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm, konstituimi i Kuvendit është i qartë dhe i depolitizuar. Gjykata kushtetuese ka sqaruar që kryetari i Kuvendit i takon partisë fituese, pra s'kërkohet koalicion. Duke interpretuar ashtu siç e ka interpretuar, gjykata e ka depolitizuar seancën konstituive duke e kthyer atë në një formalitet procedural. Pra nuk ka nevojë për koalicione e kalkulime në këtë hap konstituiv. Ajo çfarë opozita po bën është bllokade pa nevojshme që ndoshta synon të krijojë imazhin e një Kosove në krizë. Kjo është për të ardhur keq. Në të ardhmen do të kemi zgjedhje sërish e përsëri do të kemi nevojë për kryetar kuvendi dhe kryesi. Raporti i numrave në kuvend mund të ndrojë, prandaj është e rëndësishme që seanca konstituive e kuvendit të depolitizohet. Ne nuk po i kërkojmë opozitës ta votojë qeverinë, por kryetaren e parlamentit. Zgjedhja e qeverisë është politike. Dhe ne nuk kemi propozuar për konstituimin të kuvendit thjesht një emër. Kemi propozuar një kandidate grua, e cila është një herët edhe gruaja më e votuar në Kosovë në zgjedhjet e fundit, qytetare aktive dhe që ka kontribuar në kuvend e shoqëri e qeveri. Disa thonë dikë tjetër për ju Albulena Haxhiu. Disa thonë e pranojmë vetëm këtë apo atë emër, e disa të tjerë thonë askë nga lëvizja vetëvendosje. Por propozimi është i yni, jo i tyre. Ne nuk po kërkojmë që Albulena të jetë propozimi i tyre. Dhe kuvendi konstituohet kur të votohen edhe 5 nënkretarët, jo vetëm kur të votohet Albulena Haxhiu për kryetarët e kuvendit. E të mos harrojmë që ky nuk është refuzimi i parë. Një herë refuzuan të votonin raportin e verifikimit të mandateve të deputetëve, edhe pse e dinin që mandatet i ka certifikuar Komisioni Qendror Zgjedhor. Tash refuzojnë të votojnë kandidatën për kryetarët e parlamentit, edhe pse e dinë që kemi një vendim gjykatës që thotë se i takon partisë fituese të zgjedhjeve ta propozojë. Të dyja refuzimet janë të gabuara dhe vetëm sapo na shkaktojnë vonesa të panevojshme. Po e ritheksoj, nuk ka krizë politike apo institucionale. Për herë të parë pas pavarësisë,
mandati 4 vjeçar është përmbyllur plotësisht. Opozita ndoshta e quan stabilitetin krizë, pasi nuk është mësuar me funksionim normal institucional, ku qeverit i nisin dhe i përmbyllin mandatet me kohë në afat. Ka dhe subjekte opozitare që mbase projektojnë krizën e tyre të brendshme si krizë shtetërore. Jemi vend demokratik dhe në demokraci ka mos pajtime. Por kjo se ndron faktin që zgjedhjet kanë përfunduar dhe kemi rezultat të qartë ku lëvizja vetëvendosje është fituese, është subjekti më i madh në vend e në kuvend, edhe më i madh se subjekti i dytë e i tretë, PDK e LDK marrë së bashku. Unë mund të bëj koncesione e kompromise në negociatat për formim të qeverisë. Kështu ka qenë çdo herë. E për çfarë do ta kem përgjegjësinë, sepse të drejtën dhe detyrën, por jo edhe për konstituimin e kuvendit, që na takon të gjithëve sepse na bën bashkë secilin. Rrjedhimisht nuk kemi as krizë kushtetuese, kemi bllokim të themelimit të kuvendit. Sepse kushtetuta nuk shkruhet duke pasur në mendje deputet që organizohen mrapsht e për të keq. Kushtetuta presupozon subjektin e mirë, por si ligji, por si liria. E mandej është gjykata kushtetuese e cila po ashtu tani më ka folur. Gjykata sjell vendim, akt gjykim që bën informim, por ajo nuk organizon edukim e arsimim për deputet. Të dashur aktivist, edhe një çështje që besoj se duhet adresuar është raporti i lëvizjes vetëvendosje me mediat dhe raporti i fundit ndërkombëtar për mediat të ne. Është përkeqardhje rënja e thellë në indeksin e reporterëve pa kufi. Në Kosovë jam i bindur se jam dëshmitar nga jetesa e përvoja e përditshme që në Kosovë ka liri të shprehjes dhe ka liri të mediave. Në raportin e pulsit publik të UNDP-s, krahasuar me vitin 2021, qytetarët e Kosovës besojnë që liria e shprehjes e mediave është rritur për 12%. Gjatë 4 viteve të qeverisjes, kemi shënuar ngritje për 31 vende në luftën kundër korrupsionit në Transparency International. Jemi renditur të parët krahas malit zi në përmirësim sundim të ligjit nga World Justice Project dhe për përmirësim drejtave politike dhe lirive civile nga Freedom House. Ndërkohë jemi ngritur për 11 vende në institutin VIDEM për demokracinë liberale dhe atë elektorale. Rënja e vetme është në indeksin e medias. Pra kemi një kontradikt mes rritjes së lirisë së shprehjes dhe përmirësimit të gjithëmbarshëm në indekset e demokracisë dhe rënje në indeksin e mediave në anën tjetër.